Letra e Jakobit, kapitulli i parë. Unë, Jakobi, shërbëtori i Perëndisë dhe i Zotit Jezu Krisht, përshëndes 12 fiset e shpërndara në përbot. Vëllezërit e mi, gëzoni kur ndeshni tundime të ndryshme, sepse ju e dini se sprova e besimit tuaj sjell durimin. Kini durim deri në fund, që t'jeni të përsosur, të plot dhe pas një tmet. Nëse dikujt nga ju i mungon urtia, le të kërkoj nga Perëndia dhe ai do t'ja jap, sepse Perëndia u jep të gjithëve me zemër gjerësi dhe pa përçmim. Por le të kërkoj me besim dhe pa dyshuar. Kush dyshon, i ngjan valës së detit, që e ngre era dhe pastaj e përplas. Ky njeri të mos pande se do të marrë ndonjë gjë nga Zoti, sepse është njeri me dy mendje dhe i paqëndrueshëm në gjithçka që bën. Vëllai i varfër le të krenohet se do ta lartësoj Perëndia, ndërsa vëllai i pasur se do ta përul. I pasuri do të shkojë si lulja e barit. Dielli lind dhe nxehtësia e tij e than barin. Lulja e barit vyshket dhe bukuria i zhduket. Kështu do të vyshket edhe i pasuri në gjërat që bën. Luma e njeriu që duron tundimet, sepse pasi të ketë kaluar sprovën, do të marrë kurorën e jetës, të cilën Perëndia u apremtoi atyre që e duan. Askush kur tundohet të mos thotë, jam tunduar nga Perëndia. Perëndia nuk tundohet nga e keqja dhe nuk tundon askënd. Secili tundohet nga lakmia e vet, që e josh dhe e mashtron. Kur lakmia mbarset, pjell mëkatin, ndërsa mëkati që kryhet sjell vdekjen. Vëllezërit e mi të dashur, mos u mashtroni. Çdo e mirë që na është dhënë dhe çdo dhuratë e përsosur vjen nga lart dhe zbret nga Ati i dritave qiellore. Perëndia nuk ndryshon dhe nuk lëshon hije. Prej vullnetit të tij na dha jetë me anë të fjalës të së vërtetës, që ne të jemi fryti i parë i krijesave të tij. Vëllezërit e mi të dashur, dijeni se çdo njeri duhet jetë i gatshëm për të dëgjuar, i ngadalt për të folur dhe i ngadalt në zemrim. Zemrimi i njeriu nuk kryen drejtsinë e Perëndisë. Prandaj hidhni tej çdo ndyrësi dhe çdo ligësi tjetër dhe me përulësi pranoni fjalën që Perëndia ka mbjellë ndër ju, fjalë e cila mund t'ju shpëtoj shpirtrat. Bëuni zbatues të fjalës dhe jo vetëm dëgjues që gënjejnë veten, sepse nëse dikush është vetëm dëgjues i fjalës dhe jo zbatues i saj, ai ngjan një njeriu që shikon fytyrën e tij të vërtet në pasqyrë, por pasi shihet, ikën e menjëherë harron se si ishte. Ndërsa ai që shikon me kujdes ligjin e përsosur të lirisë dhe ngulmon në të, ai që nuk mbetet vetëm një dëgjues që harron, por zbatues i tij, do të jetë i lumë në gjithçka që bën. Kush mendon se është fetar dhe nuk i vë fre gjuhës, mashtron veten dhe feja e tij është e kotë. Feja e pastër dhe e panjoll para Perëndisë dhe Atit është kjo: përkujdesja për jetimët dhe vejushat që janë në vështirësi, dhe ruajtja e vetes të pastër nga bota. Kapitulli i dytë. Vëllezërit e mi, mos e përzieni besimin e Zotit ton të lavdisë, Jezu Krishtit, me dallimet ndërmjet njerëzve. E zëm se kur mblidheni së bashku, vjen dikush që ka unaz ari dhe rroba të shtrenjta, si edhe një i varfër me rroba të vjetra. Nëse tregoni kujdes të veçantë për atë që ka veshur rrobat e shtrenjta dhe i thoni, ti, ulu këtu në vendin e mirë, ndërsa të varfrit i thoni, ti, rri në këmbë atje ose ulu këtu te këmbët e mia. A nuk keni bërë kështu dallime ndërmjet jush, duke u bërë gjykatës me mendime të liga? Dëgjoni vëllezërit e mi të dashur. A nuk i zgjolli Perëndia të varfrit e botës për t'i bërë të pasur në besim dhe trashëgimtar të mbretërisë që u apremtoi atyre që e duan? Ndërsa ju nuk e nderuat të varfrit. A nuk janë të pasurit ata që ju sundojnë dhe ju heqin zvarr në përgjigje? A nuk janë ata që përdhosin emrin e mirë me të cilin jeni quajtur? Nëse zbatoni ligjin e mbretërisë së Perëndisë, siç thuhet në shkrimin e shenjtë, duaj e tjetrin si veten, atëherë veproni mirë. Por nëse bëni dallime, bëni mëkat dhe ligji i Mojsiut ju dënon si shkelës. Kush e zbaton të gjithë ligjin e Mojsiut, por e shkel në një pikë, bëhet fajtor ndaj të gjithë ligjit, sepse ai që tha, mos bëj tradhti bashkëshortore, tha edhe mos vrit. Nëse nuk bën tradhti bashkëshortore, por vret, atëherë ke shkelur ligjin e Mojsiut. Prandaj flisni dhe veproni si njerëz që do të gjykohen me ligjin e lirisë.
Gjykimi do t'jeti pa mëshirshëm me atë që nuk ka treguar mëshirë, ndërsa mëshira nga vjen mbi gjykimin. Çdo bi ka, vëllezërit e mi, nëse dikush thot se ka besim, por nuk ka vepra, a mund ta shpëtoj atë besimi? Nëse ndonjë vëlla besimtar ose ndonjë motër besimtare nuk ka rroba për të veshur dhe u mungon ushqimi i përditshëm, dhe ndonjë nga ju u thot: "Shkoni në paqe, ngrohuni dhe ngopuni", por nuk u jep atyre gjërat e nevojshme për trupin, çdo bi ka kjo? Kështu pra, edhe besimi pa vepra është i vdekur në vetvete. Por dikush do të thot: "Ti ke besimin, ndërsa unë kam veprat." Unë i them: "Më trego si mund ta kesh besimin pa vepra, dhe unë do të tregoj besimin nga veprat e mia. Ti beson se ka vetëm një Perëndi? Mirë bën, edhe djajt e besojnë dhe dridhen. A do ta kuptosh, o njeri i kot, se besimi pa vepra është i padobishëm? A nuk u bëj drejt nga veprat ati ynë Abrahami kur kushtoi birin e tij? A shikon se besimi bashkëveproi me veprat e tij dhe u përsos nëpërmjet tyre? Kështu përmbush shkrimi i shenjtë që thot: Abrahami besoi Perëndisë dhe kjo ju numërua për drejtësi. Ai u quajt mik i Perëndisë. Pra, e shihni se njeriu bëhet i drejtë nga veprat e jo vetëm nga besimi. Po ashtu edhe lavierja Rahab. A nuk u bëhet drejt edhe ajo nga veprat kur priti të dërguarit dhe i përcolli nga një rrugë tjetër? Sikur se trupi është i vdekur pa shpirtin, ashtu edhe besimi është i vdekur pa veprat. Kapitulli i 3. Vëllezërit e mi, mos u bëni shumë prej jush mësues, sepse dini se do të gjykohemi më ashpër, duke qenë se gabojmë në shumë gjëra. Nëse dikush nuk gabon me fjalë, atëherë ai është njeri i përsosur dhe i aftë për të sunduar gjithë trupin e tij. Ja, kuajve u avëm frerët në gojë që të na binden dhe të drejtojmë të gjithë trupin. Shikoni edhe anijet, megjithse janë aq të mëdha dhe shtyen nga erëra të forta, drejtohen nga një timon i vogël atje ku dëshiron timonieri. Kështu edhe gjuha është gjymtyr e vogël, por mund të mburret për gjëra të mëdha. Ja çpyll të madh mund të djeg një zjarr i vogël. Gjuha është zjarr dhe botë pa drejtësie. Ajo është vendosur midis gjymtyrëve tona dhe ndyn gjithë trupin. Ajo e bën shkrumb gjithë rrjedhën e jetës sonë dhe ndizet prej ferrit. Çdo lloj egërsire e shpendi, zvaraniku e kafshë deti zbutet. Edhe njeriu i ka zbutur, por gjuhën nuk ka mundur ta zbus asnjëri. Ajo është një keqe e papërmbajtshme dhe plot me helm vdekjeprurës. Me atë bekojmë Zotin dhe Atin, dhe po me atë mallkojmë njerëzit që janë krijuar sipas përngjasimit të Perëndisë. Nga e njëjta gojë del bekimi dhe mallkimi. Vëllezërit e mi, nuk duhet të ndodhë kështu. A mund të dalë nga i njëjti burim ujë i ëmbël dhe i hidhur? O vëllezërit e mi, a mund të prodhoj fiku ullinj apo hardhia fiq? Kështu, as burimi i kripur nuk mund të nxjerrë ujë të ëmbël. Cili nga ju është i urtë e i mençur? Ai le ta tregoj këtë me sjelljen e tij të mirë dhe me veprat e bëra me butësi e urti. Nëse keni në zemër smir të hidhur dhe shpirtin e grindjes, mos u mburrni dhe mos gënjeni kundër së vërtetës. Kjo lloj urtie nuk vjen nga lart, por është toksore, shqisore e djallëzore. Atje ku ka smir e grindje, ka trazir dhe gjithë farë gjëra shtliga. Ndërsa urtia që vjen nga lart së pari është e pastër, pastaj paqësore, e butë, e bindur, plot me mëshirë dhe me fryte të mira, e paanshme dhe jo hipokrite. Fryti i drejtësisë mbillet paqësisht nga ata që bëjnë paqe. Kapitulli i 4. Nga vijnë luftrat dhe grindjet mes jush? A nuk vijnë nga epshet që luftojnë në gjymtyrët tuaja? Ju lakmoni, por nuk keni. Pastaj vrisni dhe keni smir, por gjë nuk fitoni. Grindeni dhe luftoni, por nuk keni, sepse nuk kërkoni nga Perëndia. Kërkoni dhe nuk merrni, sepse kërkoni me qëllim të keq që t'i përdorni për epshet tuaja. O njerëz të pafe, a nuk e dini se miqësia me botën është armiqësi me Perëndin? Ai që dëshiron të jetë mik me botën
bëhet armik me Perëndin? Mos vallë pandeni se shkrimi i shenjtë thot më kot se shpirti i vendosur nga Perëndia brenda nesh priret drejt smirës. Por Perëndia na jep edhe më shumë hir, prandaj thuhet Perëndia u kundërvihet krenarve, ndërsa të përulurve u jep hir. Nënshtrojuni Perëndis, ndërsa djallin kundërshtojeni dhe ai do të largohet nga ju. Afrojuni Perëndis dhe ai do t'ju afrohet. Pastroni duart o mëkatar dhe pastroni zemrat o njerëz me dymendje. Pikëlloni, vajtoni dhe qani. E qeshura juaj të kthehet në vajtim dhe gëzimi në trishtim. Përuluni para Zotit dhe ai do t'ju lartësoj. Mos flisni keq për njëri tjetrin, o vëllezër. Ai që flet keq për vëllain apo e gjykon atë, flet keq për ligjin e Mojsiut dhe e gjykon atë ligj. Nëse gjykon ligjin e Mojsiut, nuk je zbatuesi i këtij ligji, por gjykuesi i tij. Vetëm njëri është ligjvënësi dhe gjykuesi, ai që mund të shpëtojë apo të çojë në humbje. Po ti, kush je që gjykon tjetrin? Edhe tani më dëgjoni ju që thoni, sot ose nesër do të shkojmë në atë qytet, do të rrijmë atje një vit, do të bëjmë tregti dhe do të fitojmë. Ju nuk e dini si do të jetë e nesërmja dhe se çfarë është jeta juaj. Ajo është si avulli që duket për pak kohë dhe pastaj zhduket. Në vend që të thoni, në dash të Zotit dhe në qofshim gjallë, do të bëjmë këtë apo atë gjë, ju mburreni me krenari. Çdo mburrje e tillë është e ligë. Ai që di të bëjë të mirën dhe nuk e bën, bën mëkat. Kapitulli 5. Dhe tani, ju o të pasur, qani e vajtoni për mundimet që ju presin. Pasuria juaj u kalb dhe rroba tuaja i breti tenja. Ari dhe argjendi juaj u ndryshkën. Ndryshku i tyre do të jetë dëshmi kundër jush dhe do të përpi trupat tuaj si zjarri. Ju u pasuruat në ditët e fundit. Ja, paga që u keni ngrënë punëtorëve që korrën arat tuaja, po këllthet dhe klithmat e korrësve arritën në vesh të Zotit të ushtrive qellore. Këtu në tokë jetuat në qefe dhe bët shpenzime të kota. U majmët si kafshët për therje, dënuat e vrat të drejtin dhe ai nuk ju kundërshtoi. Vëllezër, bëni durim derisa të vijë Zoti. Edhe bujku e pret me durim frytin e çmuar të tokës derisa të bien shirat e vjeshtës dhe të pranverës. Kini edhe ju durim dhe forcojeni zemrat se dita e ardhjes së Zotit është afër. Vëllezër, mos u ankoni për njëri tjetrin që të mos gjykoheni. Ja, gjykaci është e dera. Shembull të vuajtjes dhe të durimit kini profetët që folën në emër të Zotit. Ne i quajmë të lum ata që duruan. Ju keni dëgjuar për durimin e Jobit dhe pat çfarë fundi ruajti Zoti, sepse Zoti është mëshirëplot dhe i dhëmshur. Para së gjithash, vëllezrit e mi, mos bëni be, as për qiellin, as për tokën dhe as në një betim tjetër. Le të jetë poja juaj po dhe joja juaj jo, që të mos gjykoheni nga Perëndia. A vua ndonjë prej jush? Le të lutet. A është ndonjë i gëzuar? Le të këndoj psalme. A është ndonjë nga ju i smur? Le të thërras pleqt e kishës që të luten për të dhe ta lyejnë me vaj në emër të Zotit. Lutja me besim do ta shërojë atë që lëngon dhe Zoti do ta mëkëmb. Nëse ka bërë mëkate, ato do t'i falen. Rrëfejani mëkatet njëri tjetrit dhe lutuni për njëri tjetrin që të shëroheni. Lutja e të drejtit ka fuqi të madhe. Elia ishte njeri si ne. Ai u lut me gjithë shpirt që të mos binte shi dhe nuk ra shi mbi tokë për 3 vjet e 6 muaj. Pastaj u lut përsëri dhe qielli dha shije, toka dha frytet e saj. Vëllezrit e mi, nëse ndonjë prej jush largohet nga e vërteta dhe një tjetër e kthen përsëri në besim, duhet ta dini se ai që kthen një mëkatar nga udha e mashtrimit, ja shpëton shpirtin nga vdekja dhe atij vet do t'i falen shumë mëkate.